Lëshime serioze dhe dështime sistematike në funksionimin e burgjeve ka zbuluar enti shtetëror i revizionit në raportin e fundit për gjendjen e sistemit të burgjeve në vend. Sipas tyre është veçanërisht shqetësues fakti se në periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2024 nuk është kryer mbikëqyrje e rregullt e të gjitha institucioneve nga drejtoria për zbatimin e sanksioneve. Ata theksojnë se në burgje nuk ka mjaftueshëm pjesëtar të policisë së burgjeve, gjë që kërcënon drejt për drejt sigurinë dhe rrit presionin mbi sistemin përmes shpenzimeve të mëdha për punë jashtë orarit. Nuk janë ndërmarrë masa dhe aktivitetet të mjaftueshme për përmirësimin e kushteve materiale dhe kapaciteteve akomoduese, ndërsa mbi popullimi ndikon negativisht në kushtet e akomodimit dhe respektimit të personave dhe dinjitetit të personave të privuar nga liria. Nga enti shtetëror i revizionit konstatuan se objekteve u mungojnë pajisjet e mjaftueshme të sigurisë dhe se nuk kanë sistem të unifikuar për mbikëqyrje vizuale elektronike dhe sistemet ekzistuese të pamjeve video nuk mirëmbahen rregullisht. Gjithashtu, thon ata se në rrezik është edhe shëndetësia e të burgosurve. Kërcënohet seriozisht edhe shëndetësia. Sipas konstatimeve të auditorëve, nuk ka personel të mjaftueshëm mjekësor dhe për shkak të dhënave të vjetruara për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, shumë të dënuarve ju mohohet e drejta për kujdes shëndetësor. Një tjetër problem serioz sipas auditorëve është se sistemi i trajtimit dhe risocializimit të dënuarve nuk funksionon. Ata thonë se institucionet nuk kanë një numër të mjaftueshëm edukatorësh dhe instruktorësh, nuk zbatohet asnjë proces edukativ për të dënuarit dhe fëmijët dhe vetëm 8% e të dënuarve janë të angazhuar në punë jashtë institucioneve, pa kontroll të plotë mbi angazhimin e tyre.